Skena politike britanike po përballet me një tronditje të thellë për rezultatet zgjedhore lokale të 7 majit, të cilat kanë prodhuar humbje të rënda nga Partia Laburiste dhe një rritje të fortë të mbështetjes për Partinë Populiste Reform UK të drejtuar nga Nigel Farage. Vetëm 2 vite pas fitores së thellë në zgjedhjet e përgjithshme, laburistët po përballen me një rënje të fortë elektorale, duke humbur një pjesë të konsiderueshme të vendeve në pushtetin vendor. Rezultatet e deritanishme tregojnë se partia në pushtet ka rënë në vendin e 3 në shkallën kombëtare, por nga numri i mandateve lokale të fituara. Goditja më e rëndë për laburistët erdhi në zonat që historikisht kanë qenë bastionet e tyre tradicionale, sidomos në rajonet industriale dhe në mesin e klasës punëtore. Për herë të parë, pas afro një shekulli, laburistët humbën kontrollin politik në Wales, ndërsa në Skoci rezultuan forca e tretë politike. Në krahun tjetër, Reforma UK doli fituesja më e madhe e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar dyshimin e vendeve në pushtetin vendor krahasuar me laburistët. Partia e Nigel Farage po konsiderohet tashmë si një faktor i rëndësishëm në politikën britanike, ndërsa sipas projeksioneve kombëtare të votës, ajo ka arritur në rreth 27% të mbështetjes në shkallë vendi, ndërkohë edhe Partia Konservatore vazhdon të humbas në terren, megjithse rezultatet tregojnë se konservatorët po ruajnë një pjesë të elektoratit tradicional me rreth 20% të votës kombëtare. Rezultatet kanë shtuar presion mbi kryeministrin Keir Starmer, i cili po përjeton krizën më të madhe politike që prej ardhjes në pushtet. Edhe pse Starmer ka deklaruar se nuk ka ndërmend të largohet, vëmendja tashmë është përqendruar në reagimet e deputetëve laburist, të cilët konsiderohen vendimtar për të ardhmen e tij politike. Analistët politik në Britani po e konsiderojnë këtë rezultat si provën më të fortë të shpërbërjes së sistemit tradicional dypartiak, ndërsa zgjedhjet lokale po shihen si testi më i rëndësishëm i opinionit publik përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2029. Sondazhet e fundit tregojnë se mbështetja në Starmer ka qenë e ndjeshme, duke e rënditur atë ndër liderët britanik me nivelin më të ulët të popularitetit në dekadat e fundit.